dhe shqetësimi im është se pse duket sikur ka ndalur treni i partisë tuaj për në Bashkimin Evropian. Ka 2 javë që në komisionin ku unë bëj pjesë janë anuluar mbledhjet, edhe në seancën e sotme nuk ka asnjë nga ato projekt ligjet e trenit. Nga ato projekt ligjet e trenit që nxitonte shumë dhe ne s'kishim kohë as t'i lexonim, e që kryeministri i firmoste tëk. Po tjetë na thoni t'i japim një dorë dhe t'a shtyjmë përpara, ose thjesht pranojeni që Edi Rama e ka humbur besueshmërinë te ndërkombëtarët. Pranojeni se ky sharlatan që kemi për kryeministër dhe që sharlatanizmin e tij e ka treguar sidomos këto 2 ditë e fundit, na bën neve me turp, po tashmë po bën me turp edhe ata evropian që dikur e puthni në faqe. Në çfarë epoke jetoni ju? Këtë dua të kuptoj unë, sepse qarkullojnë mesazhet e tubimit festiv të 35 viteve të partisë tuaj, ku kërkoni patronazhistëve të marrin me vete me listë edhe 15 anëtar të tjerë, 15 shokë e miq të tjerë. Jeni bërë si byroja politike në kohën e Ramiz Ralis, që mblidheshin e diskutonin prodhimin e grurin dhe pjellorinë e lopëve, ndërkohë që rinia jashtë protestonte për të përmbysur regjimin. Tani që dhëndri Donaldi du tërhoq nga projekti i Zvërnecit, çfarë justifikimi keni për ato 4.5 miliard dollarët e supozuar? Kush do t'i paguaj ato?